Mja leju dhe njëherë këtina me bo qeverin. Qysh do, me arnime, pa arnime. Cilat janë pasojat dhe cilat janë të mirat për opozitën, a ke vrejt në këtë mënyrë? Po, tash, unë mendoj që spari pasojat për Kosovën do të kishme qenë shumë të mëdha. Nëse shambë kemi në qeveri. Po, për shambull, në raport me marrëdhënien ndërkombëtare, ne gjendja jonë do të përkeqësohej. Do të përkeqësohej jo domosdoshmërisht të rrallë vetëm nga sjellja jonë, por edhe nga qasja që kanë ndryshe partnerët tonë. Pra partnerët tonë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qeverisja dhe të BE-ja. Sepse qasja globale, dhe është dinamika e zhvillimeve globale, ka me ndryshu edhe sjelljen që kanë shtetet ka shi vendeve sikur Kosova, rajoni, Serbia, kështu me radhë. Dhe në këtë drejtim mendoj që ne duhet jemi përgatitur. Në momentin që ti ndërkombëtarisht nuk i ki marrëdhëniet e mira siç i ka pas Kosova, atëherë kjo automatikisht përkthehet në ekonominë më tëtë. Sepse interesimi për zhvillimin ekonomik të Kosovës shkon të ro. Kosova nuk mund të zhvillu vetë, po nuk pat ndihmë nga jashtë, në formën e investimeve të huaja direkte, ose çfarë do të qoftë investime tjetër që vjen në Republikën e Kosovës. Për shembull, fondet e BE-s. Me këtë qasje na nuk kena një kur masat, me këtë qasje na nuk kena as qasje nuk kemi më ujt me bo pjesë këtij planit zhvillimor që ka BE-ja për rajonin, për planin e rritjes. E kështu me radhë, mos bëjmë edhe tjera. Dhe në këtë drejtim konsideroj që kjo ka me qenë çaj dëmi shumë i madh. Natyrisht që stagnimi ekonomik e lën Kosovën prapa, jo vetëm në raport me zhvillimin shoqëror, po edhe në raport me demografinë. Sa më pak që zhvillohesh, as më shumë njerëz kanë me dalë këtu. Që janë të dalë në Që janë të dalë, po që të dalë edhe për shkak të arsyeve. E treta, kur ka varfrim, ka rritje të polarizimit, edhe ka mundësi të keqpërdorimit të varfërisë së njerëzve për qëllime politike dhe populiste, që pastaj e degradon edhe procesin demokratik. Pra gjitha këto janë pasoja të cilat unë mendoj që do të na vinë nëse vazhdojmë me një qeverisje të Kurtit. Nuk po them që Kurti nuk mund me ndryshu, Kurti mund me ndryshu për të mirë. Po deri tash për të keq ndryshon. Deri tash nuk e kemi pa këtë. Ka dhënë prova. Kemi pa që ka ndryshuar për të keq. Prandaj unë nuk e kam këto, domethënë këtë rehatin të zëm, që kisha mujt me pas para 4 vjetë, me thonë që kur vjen qeveri, e merr vesh edhe i bën gjëra ndryshe. Si ka po, faktikisht. Dhe në këtë drejtim konsideroj që është detyrë për tej partijake e liderëve të partive politike sot me bo këtë qeverisje. Unë e di që ata kanë mos pajtime mes vete, mbase kanë edhe mos besim deri diku, mos pëlqime, përvoja të gabuara të kaluar, këto i marr parasysh. Mirë po mendoj që këto nuk janë bre ata të vjetrit. Po edhe si ata të vjetrit nuk është, Kadri Veseli nuk është. Tash është situata e njëjtë. Nga që to duhet me e kuptu. Domethënë sot çaj poli, siç e përmendët edhe ju me plot drejt, kundër të cilit kanë votuar qytetarët e Albin Kurti, nuk është ashim thashë. Për para po ashim thashë, dakord ja. Po. Apo jo? Po. Kur qona ashim thashë kryeministri, këtë parti tjera thëshin a bën me rrezuq çto. Edhe këtë që na votojnë, neve na votojnë edhe për me rrezuq ato. S'është më. Këtë radhë, ata që kanë votuar për PDK, LDK, AK, nismë ashtu me radhë, kanë votuar edhe për me rrezuq Albin Kurti. Në fakt, për me rrezuq më shumë se sa. Do me thonë. Dhe tash, në këtë drejtim unë mendoj që këto frikrat që po ndërtojnë, ose këto, si me thonë kështu, sjellja në vëmendje e përvojave të kaluarës, janë edhe të egzageruara edhe të gabuara. E veçanërisht të bëhen jashtëzakonisht problematike nëse shndrohen në faktor për me pa mundësu bashkëpunimin e partive për qeverisje. Problemi është e opozita Visar që është reduktu diskutimin në postin e kryeministrit dhe këtë e ka bërë Lidhja Demokratike e Kosovës. Është reduktu, domethënë. Ata thonë që ne hymë në qeveri vetëm nëse Lumir Abdixhiku është kryeministër, që në fakt unë po e shoh si një lloj kushti për mos u përfshi fare në qeverisje. Për çka ka gabim. Ai mund të llogaritet që është i ri në moshë, është i ri në politikë, në karrierë dhe ka kohë ball që kur të vjen pushtet me ardhmë me vota të mjaftueshme apo si lideri i partisë të parë. Por ai ka obligim si lideri i partie politike me parandalu sahat e para damet që po i shkaktohen në Kosovës. Edhe në këtë mënyrë, ndoshta edhe ne edhe të gjithë ish dashur me u marrë tash më shumë me LDK-n, në fakt më shumë se sa me vetë Albin Kurtin. Albin Kurti po e dim ma kush është, po e dim qysh qeveris, po e dim se qysh ka me qeveris. Tash është një njeri i cili e ka në dorë. Besoj që e ka në dorë nëse opozita e bën qeverin apo nuk e bën. Opozita e deri tashme. Dhe reduktimin në pozitën e kryeministrit,
po nduket shumë egoiste. Egoiste më shumë jo partijake, sa është krejtësisht egoiste personale, se njëri ka projektu veten si kryeministër i Kosovës. Në plan program s'kam problem, në qasje që Albin Kurti duhet më hjek deri tash deklarativisht nuk kam problem, thjesht kanë me vendos kush është kandidati për kryeministër. Unë personalisht mendoj që duhet jetë zoti Hamza, për shkak se ka vota më shumë dhe ka legitimitet më shumë. Zoti Haradinaj as kushte nuk ka qitë, as pozita s'ka kërku, thjesht për me hjek këtë njeri, ndërsa ky diskutim që po ndodh tash duhet me u fokusu të një presion mbi LDK-n.